Dëgjova sot një diatrib të Edi Ramës kundër atyre që hedhin mbetje vende pa vend. Tani problemi nuk është a është i sakt mesazhi apo jo, pa është njeriu i duhur Edi Rama për të dhënë mesazhe të tilla. Se mos harroni, ky njeri është kryeministri i Shqipërisë, nuk është edukatori i madh kombëtar. Se ti je edukatori i madh kombëtar, do duhet të kesh reputacion moral, do duhet të kesh besueshmëri. Se imagjinoni një moment sikur një njeri hedh një mbetje nga dritarja e makinës vet dhe i del përpara Edi Rama për të kërkuar llogari. Menjëherë qytetari në fjalë do t'i kundërvije. Po ti guxon të kërkosh mua llogari, ke fytyrë ti që bashkë me ministrat e tu keni vjedhur qindra miliona euro për të kërkuar llogari mua. Dhe ndërkohë që e dëgjoja diatribën e Ramës, më kujtua një histori që tregon Shën Agustini, ku shoh një pirat vogël përpara perandorit dhe ky fundi kërkonte llogari pse grabiste anije. Edhe pirati u përgjigj që unë o zotri i tha kam një varg të vogël, edhe me këtë vargën e vogël plaçkis tek tuk ndonjëherë. Kurse zotrote ke një flotë të madhe e grabit gjithë botën. Kështu që mua më quajnë pirat e ty të quajnë perandor.